Do ndahemi. Gjesti dhe Egli prishin lidhjen. Shtëpia e Big Brother po përjeton tensione të forta mes një prej çifteve më të përfolura të këtij edicioni. Gjesti dhe Egli, të cilët krijuan një lidhje romantike që tërhoqi vëmendjen e publikut dhe banorëve, duket se janë në një prag të një ndarjeje të mundshme pas një sër problemesh të shfaqura kohët e fundit në marrëdhënien e tyre. Gjesti nuk e ka fshehur zhgënjimin dhe irritimin e tij ndaj sjelljes së Eglit në ditët e fundit. Në bisedë me banorët e tjerë dhe në rrëfimet e tij për kamerat, ai ka shprehur hapur shqetësimin se diçka nuk po shkon në dinamikën e marrëdhënies së tyre. Nuk e kuptoj më Eglin. Në një moment ai më afrohet duke më treguar dashuri dhe përkushtim, dhe në një moment tjetër largohet dhe sillet sikur nuk më njeh. Është shprehur Gjesti duke treguar konfuzionin e tij të dukshëm. Kjo sjellje paqëndrueshme e Eglit ka ngritur dyshime serioze tek Gjesti në lidhur me vërtetësinë e ndjenjave të saj. Në një moment reflektimi me veten, ai ka pranuar se po fillon të dyshojë nëse lidhja e tyre është e sinqertë apo është thjesht një strategji për të tërhequr vëmendjen e publikut, për të krijuar një narrativ interesante për shikuesit. Nëse gjithçka është për sy e faqe dhe për vota, atëherë më mirë të ndahemi, ka deklaruar Gjesti, duke treguar se është i gatshëm të marrë një vendim drastik nëse dyshimet e tij konfirmohen. Tensionet mes çiftit kanë qenë të dukshme edhe për banorët e tjerë të shtëpisë, disa prej të cilëve kanë marrë përsipër të ndërmjetësojnë dhe të qetësojnë situatën. Megjithatë, Gjesti duket i vendosur në qëndrimin e tij se nëse Egli nuk ndryshon sjelljen e saj të paqëndrueshme, marrëdhënia e tyre nuk ka më të ardhme. Mbetet për tu parë se çfarë do të ndodhë në ditët në vazhdim dhe nëse do të ketë një përballje vendimtare që do të përcaktojë faktin e këtij çifti. Prajmi i ardhshëm pritet të fokusohet gjerësisht në këtë situatë, duke qenë se tensionet në marrëdhënien e tyre kanë kapur vëmendjen e publikut dhe kanë ndikuar në dinamikën e përgjithshme të shtëpisë. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like edhe subscribe.